Altin Albati, vllai i deputetit të Partisë Demokratike Bledjon Albati, është arrestuar nga policia pas një sherri të ndodhur mbrëmjen e së shtunës me një shofer kamioni, ku u përfshi gjithashtu edhe deputetin Albati. Ngjarja ndodhi në rreth rrotullimin e Bilishtit dhe u kap nga kamerat e sigurisë në zonë. Nga pamjet filmike duket se teksa dy vëllezërit në Albati janë duke lëvizur me një automjet që drejtohet nga Altin Albati, ndalojnë duke i bllokuar rrugën një kamioni dhe pasi dalin nga makina, mes tyre zhvillohet një konflikt verbal që më pas arrin në konfrontim fizik. Sipas policisë, Altin Albati ka dalë nga automjeti dhe ka debatuar verbalisht me drejtuesin e kamionit dhe më pas ka tentuar ta zbresë me forcë nga automjeti shtetasin SD. Si dhe është përpjekur ta qellojë me grushte si dhe ta ofendoj duke kryer veprime të pahishme në publik. Në këtë konflikt është përfshirë dhe vllai i tij Bledjon Albati, kandidat për deputet i Partisë Demokratike, ku fillimisht ka tentuar të qetësoj situatën, por më pas, bazuar në pamjet filmike, ka tentuar të zbresë me forcë nga kamioni shtetasin SD. Ndërsa pas konfliktit të 3 personat janë shoqëruar nga policia, mësohet se vëllezërit në Albati kanë dëshmuar se shoferi i kamionit ka qenë duke lëvizur me shpejtësi dhe mund t'i kishte përplasur në pjesën e pasme të automjetit, çka i ka tensionuar. Ndërkohë, siç duket edhe nga pamjet, u desh ndërhyrja e personave të tjerë për të ndaluar konfliktin. Në përfundim të veprimeve të policisë, për 42 vjeçarin Altin Albati, u bë arrestimi në flagrancë për veprat penale, dëmtime të tjera me dashje, prishja e qetësisë publike dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit.